qytetit pasurve dhe qytetit varfërve. Pra ndonë se është një qytet nga pikpamja hapësinore, janë dy qytete nga pikpamja sociale, që janë një luftë papajtueshme me njëra tjetrën, se kush do të mbijetojë. Dhe më duket përshkrimi më i saktë për Tiranën e sotme. Përshëndetje të gjithëve, jemi këtu në podcastin e përjavshëm të Lëvizjes Bashk, jemi me aktivistin, kryetarin e Lëvizjes Bashk dhe kandidatin për Bashkinë e Tiranës në zgjedhjet e ardhshme të pjesme, Arlin Qori. Përshëndetje Arlin, sot bisedën do ta zhvillojmë mbi Tiranën. Ç'është Tirana? Jo vetëm për Arlinin, por edhe për mua, si e shohim atë, si e kemi parë të shkuarën, si e shohim në të ardhmen, si është Tirana në ditët e sotme, si mund të jetë Tirana më e mirë. Tirana të cilën gjithë ne imagjinojmë, sepse në këtë botkuptimin e njeriut, në këtë fantazinë e njeriut, Arlin, gjithsekush ka një farë ideali, mendoj, qoftë sa do të fortë ose sa do të mjegull, se si duhet të jetë qyteti ku ai duhet të jetojë. Edhe mendoj se kjo është një farë prirje e natyrshme e njeriut, qoftë nga fakti që nga shtëpia, që në mjediset kur rrin, që në mjediset kur han, mjediset kur flen, qoftë edhe në këtë botën e jashtme që se nxohet ose materializohet tek ideja e qytetit, gjithë ne mendoj e kemi një ide mbi qytetin. Sot do të flasim për qytetin e Tiranës. Ti je i lindur dhe i rritur në Tiranë, ndryshe nga unë, edhe si e shef ndryshimin e Tiranës. Duke pas parasysh se edhe unë që kam pak më shumë se një dekadë që jetoj në Tiranë, ndryshimi edhe për mua është radikal, katastrofik. Shoh për shembull që edhe shumë vende dhe hapësira të ndryshme në Tiranë, cilët kanë pas një emër që ju shkonte deri para pak kohësh, për shembull tek ish stacioni i trenit ka pasi tren, tek ish Shtat Xhuxhat ka pasi park për fëmijët, ndërsa sot këto kanë mbet vetëm si toponimi, si emra, ndërkohë që tek stacioni i trenit nuk ka fare tren, tek Shtat Xhuxhat nuk ka fare xhuxha, domethënë ose fëmijë, ka i pallat 40 katësh. Çka ka qenë Tirana e djeshme për ty? Tani pikë parë unë bëhet shumë shefi që ju kthyem bashkë bisedave, sepse sigurisht bisedat e mia me Redin ose me intelektual tjerë janë shumë të rëndësishme, ka një natyrë politike informuese. Mirë po besoj që këtë, po themi, rrjedhshmërinë edhe spontanitetin dhe kreativitetin që ka bisedat me ty është vështirësisht e përsëritshme. Tani ti ndoshta nuk e qef shumë komplimentet, po jo, unë kam shumë qejf, se jam ndjer pak ose në momentet më të vështira të këtij podcasti kemi qenë bashkë, nëse të harrohet të nxjerr aty në 40 gradë në shi bor. Që ja që u kthyem sërish të diskutimit bashkë. Po ti ishte dorën time, unë këtë podcast do ta titulloja Tirana në dy kohë, sepse ne dy përfaqësojmë dy kohë Tiranës. Jemi dy breza të ndryshëm, na ndan mbi 10 vjet diferencë mosh kanë përshtypjen me njëri tjetrin. Kemi lindur në kohëra të ndryshme dhe kemi përjetuar problemet e Tiranës edhe domethënien e Tiranës të kohëra të ndryshme. Ti e the me drejtë, kam lindur në qytetin e Tiranës të nëntorin e vitit 1981. Tirana ose kohë kishte gjysmat e përmasave, ndoshta edhe më pak të përmasave që ka sot. Mos gaboj, në fund vitit 1990 Tirana ka pasur diku te 300.000 banor. Mbase kur kam lindur unë ka pasur edhe më pak, nuk i kam parë statistikat. Unë kam lindur në një lagje rrugës për në Porcelan, janë ca pallate akoma të vjetra, kohë socializmit, mbas murit të pasëm të Shkollës Bashkuar, që tani është Ministria e Mbrojtjes. Kujtimet e para i kam nga ajo kohë dhe dua të theksoj lirinë që fëmijët kanë pasur, ndryshe nga të rriturit, se të rriturit sigurisht një sistem diktatorial ndjen kërcënimin, ndjen presionin, ndjen nevojën për të konformuar nga shteti, mirë po si fëmijë atëherë kemi pasur liri për të dalë jashtë. Unë mbaj mend, unë kam ikur nga ajo lagje në moshën 3-4 vjeçare. Kujtimet e para i kam nga ajo lagje dhe i kam me shokët që luajnë tek oborri i pallatit. Po kupton, prindit ishin sipër, pra imagjinoni një fëmijë 3-4 vjeç që zbret poshtë, luan me shokët edhe ngjitet përsëri. Sot kjo gjë është e pamendueshme, jo vetëm për fëmijët 3-4 vjeç, por fëmijët 10 edhe më shumë vjeç, në kuptimin e mungesës së sigurisë, një hallakati të qytetit, rrezikut që ti del nga pallati edhe të vjen makina të shtyp. Aty ku banoj unë sot, mungesa e trotuarëve është e frikshme, sa del nga pallati nis pothuajse direkt rruga e makinave. Trotuari është sa një vizore 10 santimshe,
ku njeriu nuk mund të ecë, duhet të jesh zhapika apo ndonjë lloj zvarraniku tjetër që të kesh sukses për të ecur nëpër trotuaret e Tiranës. Sigurisht që unë mbaj mend qytetin si fëmijë, flas Tiranën e viteve 80 dhe pastaj të viteve 90, e mbaj mend si një qytet me shumë hapësira. Pra nëse sot Tirana ka problemin e mungesës hapësirave, aso kohë ndoshta ka pas hapësira me bollok. Dikush mund të thotë ndoshta edhe hapësira më shumë se ç'mund t'i duhet një qyteti, por kjo është sigurisht është e diskutueshme. Mungesa e teknologjisë, e lojrave, po themi kështu të ndërmjetësuara nga shkenca apo nga arritjet e mëdha teknologjike i bënte që fëmijët të lidheshin më shumë me njëri tjetrin. Aso kohë në një grup të madh shokësh edhe shoqesh, vetëm një fatlum kishte top edhe me topin e tij luante gjithë pallati dhe nganjëherë lagja. Kjo është edhe për treguar varfrinë ekonomike, materiale të asaj kohe, por varfri e cila sillte në anën tjetër nevojën për solidaritet, nevojën për grup të madh shoqëror. Një lloj lirie, po e them edhe një herë për fëmijët, është interesante që vërtet diktaturë, por diktatura zakonisht nis për të rritur, ose ndoshta për adoleshentët, kur je fëmijë ti s'kupton asgjë, domethënë kur je fëmijë ti s'ke ndonjë ide të sistemit politik apo të asaj që është ndaluar apo e lejuar, dhe thjesht shijon hapësirën, lojrat me shokët e gjithçka. Më shumë kohë lirë, më shumë hapësirë për të më shumë solidaritet social edhe komunitet, sepse besoj se brenda komunitetit si fëmijë keni qenë edhe më të mbrojtur, ndërsa sot je baba, do ishte shumë interesant, nuk e di, ja ke bën ajër pyetjen vetes se si e shohin Tiranën fëmijët e tua. Se Tirana, do të thënë, zona ku jeton ti, do të thënë, lagja, aty duket sigurisht është bërë qytet jo për këmbësor, jo për njerëzit, për njerëzit me makina ose për njerëzit me mjete motorike. Lagja jote s'ka trotuar, jo vetëm për fëmijët, por edhe për pleqt, nuk ka fusha, fëmijët nuk kanë shok, sot kanë bërë më parë nuk ka qenë fare ky problemi të paturit shok, se hapësira krijon ndërkohë edhe komunitet, përveç se është e vërtet. Më le të rrëfej diçka. Aso kohë nuk e di si është tani, po aso kohë ka qenë rregulli që një fëmijë pasi mbush moshën 6 vjeç nuk mund ta mbajë më kopshti. Mua më qëllonte që 6 vjeç mbushja në nëntor. Pra në nëntor të i bie 1987-ës, unë bëja 6 vjeç, nuk mund të hyja në shkollë në shtator, dhe nga nëntori i 1987-ës deri në shtatorin i 1988-ës, unë nuk isha as në kopsht, as në shkollë, dhe si unë të gjithë ata që kishin lindur atyre muajve. Dhe për gjithë këta muaj, unë kam ndenjur si shumë shokët mi, bashkëmoshatarët mirë, ne i quanim atëre me çelës në qafë. Sepse prindit na lidhnin çelsin tek një nga rripat e kanatierës, që do thotë prindit ikrin punë, ti zgjoheshe, haja të bukur që t'ishte bërë mamaja dhe gjithë ditën bridhje vërdall me shokët e tu. Dhe imagjino, një fëmijë pa mbushur ende 7 vjeç, që mund bridhte poshtë e lartë nëpër lagje, madje nga lagja ku jetoja unë tek rruga Buti mbas ambasadës sot amerikane, mund shkonim deri tek kodrat e liçenit, vinin vërdall, luanim, shkonim tek fushat e zeza të qytetit studentit, pra imagjino çfarë, po themi, sensi edhe të lirisë për të lëvizur. Sot fëmijët e mi janë 10 vjeç edhe nuk kanë as 1% të vogël të kësaj lirie për të lëvizur që kanë pasur unë aso kohë. Tani unë kam vështirë ta imagjinoj qytetin nga sytë e fëmijëve të mi. Sepse i shoqërojmë për ditë në shkollë, edhe rruga që bëjmë në 90% sipërfaqes saj nuk ka trotuar ku ti mund të ecësh. Ose ku trotuari është vetëm një, si thua, është një entitet në letër. Pra është një entitet jashtëzakonisht i ngushtë, që thjesht i ka mundsuar asaj firmës i ka ndërtuar rrugën për të thënë që kemi dhe trotuar, po praktikisht trotuari është i papërdorshëm. Gjithë fëmijët e lagjes time kur shkojnë në shkollë, duhet të ecin shumicën e kohës krah për krah me makinat. E vetëm fakti që ka shumë trafik, orët e para të mëngjesit të bën ty që të kesh një minimum sigurie, ndërkohë që ecën. Po ashtu fëmijët e sotëm shpenzojnë më shumë kohë se ç'duhet dhe shumë tepër kohë se ç'duhet, pikërisht për shkak të mungesës të hapësirave të përbashkëta të komunitetit të fëmijëve të sigurisë me celular, duke parë YouTube, saqë mua më duket nganjëherë kur i dëgjoj fëmijët e mi tek flasin me njëri tjetrin dhe me shokët e tyre, ndodh her pas here ta bëjnë anglisht atë gjë, po ta vesh re fëmijët flasin shqip me prindit edhe rëndom anglisht me moshatarët e tyre. Unë vrej nganjëherë se si ata harta e qytetit tyre më shumë se Tirana
është New Yorku. Pse the New Yorku? Sepse personazhet që ata ndjekin në YouTube shpeshherë flasin për ato qytete. Më kupton, kështu që fëmijët e brezit sot mund të jenë më të mësuar në kokën e tyre me problemet, me hardhën, me komunitetet sociale të një qyteti, të një qendre të madhe globale siç është New Yorku apo të tjera qytete të Shtetit Bashkuar të Amerikës, se në qytetin e tyre, sepse në qytetin e tyre ata duhet dalin vetëm me prindrit. Lëvizshmëria e tyre është shumë e kufizuar. Siguria lë shumë për dëshiruar, pra nga rruga tek dëmet tjera që mund të pësojnë fëmijët, dhe kjo mi shron vërtet një transformim të madh. Do mendoj transformim në shumë aspekte problematik. Pra mënyrën se si fëmijët e përjetojnë qytetin, mënyrën se si fëmijët lidhen me qytetin e tyre. Dhe duket sikur Tirana Arlin do shi qytet ku ma ka thënë një i huaj kët, ku këtu duket ose të krijohet përshtypja dhe ideja sikur vallëzon gjithkohës me vdekjen, sikur je gjithkohës në rrezik, domethënë për të të ndodhur diçka e keqe, ngjitur me rrugën, trotuarët janë edhe plot me kafene, me byrektore, me dyqane, ngjitur me rrugën, që është rrugë shumë e ngushtë, kalon edhe i betonier, kalon edhe i autobus super i stërmadh, domethënë që me pensionistë që i japin edhe që mund të kenë probleme të ndryshme, edhe që mundet me u shkaktu do të thonë një tragjedi nga pagujdesia më e vogël, ndotja vizive është shumë e lartë, ndotja akustike është një tmerr i vërtet, ndotja nga ajri është sërish një problem shumë i madh. Duket sikur Tirana është kthyer në një xhungël ku nuk ka, domethënë, ku jo fëmijët, për fëmijët cilët janë mbyll brenda, janë tërheq në ambientet shtëpiake dhe janë mbyll brenda ambienteve shtëpiake. Madje është ironike se si edhe kopshtet dhe lulishtet tani janë tërheq në ambiente të mbyllura. Më lejo të ndërpres vetëm pak momente. Unë po merrem shumë me programin e Lëvizjes Bashkë për Tiranën, të cilën do shkojmë zgjedhje, edhe më ka shqetësuar dhe bërë përshtypje shumë problemi i çerdheve dhe i kopshteve në Tiranë. Sipas statistikave zyrtare, 44% e fëmijëve që kërkojnë të regjistrohen çerdhe në kopshte publike nuk kanë vend. Pra mbi 4000 fëmijë çdo vit kërkojnë të regjistrohen çerdhe në kopshte publike dhe nuk gjejnë vend. Dhe një nga zgjidhjet momentale që kanë menduar këta të Bashkisë Tiranës është që të marrin mjedise me qera brenda pallateve e t'i shndrojnë në çerdhe dhe kopshte. Më sa ulëritse është kjo? Pra, çerdhja kopshti duhet të jetë një vend me oborr, siç e kam bërë unë. Për shembull, unë kopshti në fëmijërinë time, kopshtin 42 mos gaboj, që është akoma tek lagja ime, mirë po sot është shumë i vogël se çka qenë. E di çka ka ndodhur me kopshtin tim? Oborri nga pas dhe nga mbrapa është ngrënë, është privatizuar. Dakor, është bërë një hotel në një anë, një shtëpi 3 katëshe në anën tjetër, dhe oborri i kopshtit mund të jetë ndoshta 20% e oborrit që ka qenë dikur. Janë prerë pemët, pra ky është i tregues se si ka ndryshuar për keq infrastruktura, sidomos arsimore e qytetit. Kështu ti ke shumë drejt kur flet për fëmijët që edhe në institucionet arsimore që duhet t'u jepnin çik më shumë fushpamje të botës. Për unë mbaj mend që edukatorët në Kopës, Klodi, kur silleshin mirë, një nga mënyrat e vlerësimit ishte që të linin disa minuta të luajet e oborri i kopshtit. Tri s'ka oborr. Ç'do të bëj? Po usolle mirë, jam i karamele. Parkingu. Tamam, luash te parkingu. Është vërtet për të ardhur keq se si është ngrënë hapësira nga do. Edhe kanë hyrë edhe te oborret e çerdheve dhe të kopshteve, të shkollave pa diskutim. Po si adoleshent Arlind, si adoleshent ose në këtë rinë e hershme, se kjo është problemi sot nuk është vetëm tek fëmijët, është edhe tek adoleshentët, tek të rinjt, cilët sigurisht që nuk gjejnë hapësirat e mjaftueshme. Tirana është bërë i qyteti i cili po dalësh në rrugë ti nuk e di realisht ku të shkosh. Gjitha skenat, qendrat sociale nuk ekzistojnë, skenat e artit janë gjitha të mbyllura. Edhe ato aktivitetet kulturore të bashkisë, domethënë, ose aktivitetet kulturore janë bërë me para, me lek. Në verë, mund silës sheshi tamam dimër, ti nuk ke ku të shkosh, është i qytet ku nuk ke ku të shkosh, është i qytet ku nuk ke ku të shkëmbesh me njerëzit. Do të thonë, duket sikur të kalojnë gjithë njerëzit aty në rrugë dhe ti nuk mundesh, duket sikur e kanë pamundur që të ndalojnë diku ose për një arsye, është bërë e pamundur edhe kjo ndjenja e bashkëqytetarisë. Sepse nëse ti nuk ke hapësira ku ndalon kjo veprimtaria jote e përditshme dhe njihesh me njerëzit e tjerë, është libri
është shumë i shtrejtë, sot i libër kushton sa një ditë pune. Shkolla është këtu më shumë një farë kazerme ku disiplinohen këta të rinj, një pedagogji primitive, rrin 6 orë vertikalisht në shkollë, domethënë, po dalësh edhe rrugëve, duket sikur janë kthyshe djem, se vajzat kanë edhe më pak hapësirë, më pak liri, zakonisht mbyllen apo shtëpia, domethënë, se si rrin aty në cepat e pallateve, edhe nuk kanë ku të shkojnë. Tirana është një qytet ku ti nuk ke ku të shkosh. Mirë që ma kujtove adoleshencën time, unë kam pasur adoleshencën time në vitet 90, leta përmbledhi me vitet e gjimnazit, midis vitit 1996 dhe vitit 2000, Tirana së kohshme ka qenë kaotike në kuptimin e njerëzve, e grumbullimeve të mëdha të njerëzve, ndërkohë Tirana sotme është kaotike në kuptimin e ndërtesave, e kullave, gjithçka që ndërtohet gjithkund. Tirana adoleshencës time ka qenë sigurisht një qytet me shumë probleme infrastrukturore. Ishin gjitha rrugët e pashtruara, domethënë te çara, kur ti shkoje në shkollë bëhesh me baltë nga gjuri e poshtë, domethënë një nga gjërat që bëje sa vije në shtëpi është merrje furçën, edhe ti ishe baltën nga pantalloni. Edhe sot kështu është. Okej. Mos je shumë Dakor. Sot sidomos në përlagje është kështu, po them, në kohën kur un kam qenë gjimnazist, në çdo rrugë qytetje ishte baltë dhe gropa, kështu që por nga ana tjetër unë mendoj që ka pas një lloj komuniteti njerëzor, se ka pas thjeshtësi, edhe diferencat ekonomike ishin më të vogla, ishim ende në atë fazën e kapitalizmit të njeriu të vogël, të sipërmarrësit të vogël, të tregtarit të vogël, të vetë punësuarit, që përpiqej të ishte kreativ edhe të fitonte tamam diçka të vogël. Mua më ka bërë përshtypje fakti që ndoshta ne kemi qenë një brez ku arritëm të krijonim marrëdhënie shoqërore të shëndetshme, vajza me djem që në gjimnaz. Nuk e di çka ndodhur me brezat e mëhershëm, po besoj që në të shkuara duket qenë më shumë problem pra kjo mendësia ta që patriarkaliste. Unë mbaj mend që ne bëheshim që në vit parë gjimnaz, një grumbull vajzash djemsh edhe dilnim me njëri tjetrin, shkonim kafe, shkonim në diskotekë, unë mbaj mend herën e parë që kam shkuar në diskotekë, duke qenë në vit parë gjimnaz, edhe kam shkuar te një që quhet Disco Monaco. Dhe di ku është Disco Monaco, se ku ka qenë? Afër ish logu ton. Po. Tek rruga një çik më poshtë kësaj ku jemi, aty ka qenë një bodrum, ishin bërë një lloj disko dhe ishte herë e parë që unë futesha në disko me shokët e shoqet e klasës, dhe vërtet ishte emocion, ishte diçka e re, ti kishe një komunitet social të shumë të mirë, me solidaritet, me kreativitet, aq sa ta lejonte mundësia. Sigurisht nuk ishim mjete teknologjike. Shkonim shkollë jo me çance, aso kohë u bë ishte si shenjë prapambeti, e mbaj mend, ta merrje çantën me librat në dorë. E shkoje me librat në dorë, domethënë në fillim me një dosje të vogël, pas e merrje 3-4 libra të gjitha bashkë në dorë, sepse nuk doje të dukesh kështu devode që të shkoje të merrje çantë me vete. Ka qenë, si thua, një qytet shkuish me shumë probleme, me varfëri, edhe pabarazia kishte filluar të dukej, po prap kishe çfarë bëje. Imagjino vetëm edhe diçka të fundit. Imagjino ti mira të rinj që bëjnë xhiro në bulevardin Dëshmorët e Kombit çdo mbasdite dhe ulen në shkallët e korpusit edhe të Akademisë Arteve. Mbaj mend vitet 98, 99, 2000, mira të rinj, që rrinin aty me njëri tjetrin, diskutonin, mund të keq edhe për arsye ekonomike, që ta mbante xhepi shkoje çdo mbasdite në kafe, atëherë zgjidhje 3 mbasdite të rrijet e bordurat e korpus edhe një mbasdite tjetër të shkoje në kafe. Ndërsa këto hapësira sot janë policuar, Arlin. Nëse mbledhen më shumë se 2 veta në hapësira të tilla si tek korpusi, vjen direkt policia dhe të kontrollon, domethënë, nëse ke lënë narkotike, sepse për policinë dhe për shtetin tonë, kudo ku janë 3 veta e sipër, aty po ndodh diçka e paligjshme, përveç se i kanë shemb, i kanë shkatru këto hapësira. Nuk e di ti ke kap edhe Tiranën e kinemave, kanë përshtypjen. Kur Tirana ka pas disa kinema, për mua janë thjesht legjenda, ke parasysh qoftë këto pubet e famshme, Pub Albania, domethënë, që janë qenë rreth e rrotull Tiranës, po edhe kinemat,
kam përshtypjen se ti e ke kap kinemat para se mush në rrugë në restorant ose mush duk fare. Do të tregoj tani historinë e qytetit, por historinë e kinemave se mirë që ma kujtove. Ndërsa sot du ta theksoj, kinemat janë mbush shumë të shtrenjtë, Arlind, shkojnë shumë pak njerëz, janë vendos në parkingjet e qendrave tregtare, nuk ka aktivitet shpejt, edhe kinemaja është duk totalisht si koncept në Shqipëri. E nisi me periudhën e parë, me aq sa mbaj mend unë. Domethënë nga 7 vjeç deri në moshën 10-11 vjeçare. Që është pak a shumë edhe vitet e fundit të regjimit kaluar. Kishte kinema në një pjesë të lagjeve të Tiranës, dhe u mbaj mend që shkoja me prindrit në kinema, nga që ne jetoni dhe me hallën që ishte e pamartuar, shpesh u shkoja në kinema me hallën, se bëshëtista ajo dhe rria një pjesë të madhe të kohës me të. Dhe isha shumë i fiksuar mbas një filmit vjetër italian mbi luftën e Trojës, që është Zemërimi i Akilit, edhe mund ta kem para atë film kur jepej në çdo kinema të mundshme, te kinema Agimi, te kinema 7 vendori, te kinema Republika. Qarkullonte, dhe unë e kuptoja dhe merja vesh se ku ishte filmi, edhe vrik e shija për të 5, për të 6, për të 7 herë të njëjtin film, biles mund të ta tregoj edhe tani nga fillimi deri në fund, po të kishim kohë sigurisht që nuk do ta bëj. Kjo ishte kinemaja për fëmijët, për qytetarët në vitet e fundit të socializmit. Vjen në 92, në 93, falimentojnë këto kinemat publike. Dhe për të mbjetuar, tani nuk e di as si kinema publika, privatizohen, këtë nuk e kam të qartë se kur ndodh tamam, të gjitha kinemat kthehen pastaj në kinema pornografike. Pra të gjitha kinemat e Tiranës, kinema Agimi, të gjitha kinemat jepnin filma pornografik dhe i reklamonin. Do po të kalohet ti te shallvare, do gjeje një poster të madh, të Gruela Kuriq, edhe titullin e filmit, jepeshin vetëm filma pornografik, asnjë film tjetër. Më kupton? Ndoshta edhe për faktin që në vitet 90 njerëzit ka që filluan u bëj lirë që ti të shije televizionet huaja, edhe për filma nuk ishe nevojë të shkoje kinema, i shije në televizorin tënd. Ajo që u mungonte njerëzve shumë, ndoshta edhe nga shkuara, ishte pornografia. Dhe po të them, në vitet 90, 92, 93, po për disa vite rresht në vitet 90, po ta them se i shija nga jashtë, po thjesht të gjitha kinemat funksionale të qytetit ishin pornografi. Ka pas kinema pasaj që janë djegur, është një kinema aty te lagja ime, tek rruga Alidemi, që është parking tani ngjitur me shkollën 1 Maj, aty ka qenë kinema Alidemi. E dogjën në fillim viteve 90, tani me sa duket i ka dalë pronari, do bëhet një kull aty. Ngjit me shkollën e fëmijëve. Ngjit me shkollën Alidemi, ku ka qenë territori i kinemas publike që është djegur shumë herët, aty do ndërtohet sot një pallat i lartë. Kjo ishte faza e dytë e kinemave. Pastaj nis faza e tretë. Faza e tretë është kur në fillim viteve 2000, ku shteti përpiqet të ketë një dimension që stabilizohet pak dhe përpiqet të ketë një lloj dimensioni kulture, hapen 2-3 kinemat e para, të quajtur Millennium, siç quhen edhe tani, edhe fillohet krijohet ky iluzioni që mund të kemi një mëkëmbje tjetër kulturore, po dhe ky eksperiment mbaron shumë shpejt. Një nga gjërat më të këqija që ka bërë Edi Rama për qytetin ka qenë mbi fjala shkatrimi i kinemas 7 vendorit, që është afër shkollës, ka qenë afër shkollës Sami Frashëri, aty ku është një blok i madh pallatesh, edhe një si biçim hapësire tregtare me lokale, nuk e di si quhet tamam. Galeria, fikse galeria, aty ka qenë kinema 7 vendori, është prishur, edhe është dhënë për investime private. Ka qenë kinema Republika, që i bie tjetë në hyrje të rrugës Kavajës, u shndrua në kinema Millennium 1 mos gaboj, dhe Edi Rama edhe aty dha leje për kull si kryetar bashkie. Në fillim tha që shko, do jetë kinema 2 katet e para, pastaj katet e tjera do jenë komerciale, as ajo nuk u bë. Sot ajo është kull dhe të gjitha mjediset aty janë komerciale. Pra, edhe kjo, le ta quajmë çik tentativë në fillim e brisht për ta mëkëmbur çik jetën kulturore të qytetit përfundoi në kulla, edhe sot praktikisht i kinema mund të kesh vetëm qendra tregtare, po që nuk ka të magjin që ka pas aso kohë, të shkuarit në kinema, të parit një film në ekranin e gjerë, nuk është sot. Po, ajo që mendoj mbi gjitha që ka ndryshuar midis brezave tanë, ose gjeneratave tona, ose Tiranës në cilën ti e lindur edhe i arritur, edhe që në Tiranën në cilën janë lindur edhe rritur fëmijët e tu, ose edhe ata para fëmijëve tu, është mungesa e perspektivës. Atëherë vërtet mund të keni qenë më të varfër, një qytet më
më i prapambetur, nëse mund ta themi. Nga pikpamja infrastrukturore patjetër. Nga pikpamja infrastrukturore, se mendoj se në aspektin njerëzor ka qenë shumë më i zhvilluar dhe më progresist se sa sot. Ajo që ka rënë tek rinia sot është perspektiva, Arlin. Kuptimin, ndryshe nga ju për shembull që kishit ndjeshit një etje kulturore për të mësuar gjuhë tuaja, për të dëgjuar muzikë të mirë, për dal, domethënë për të pas, si thosh, botë me sy ose për të socializuar, sot njëri, domethënë kjo ka rënë perspektiva se ditë më të mira do të vinë dhe perspektiva nganjëherë është më e rëndësishme se buka, Arlin, sepse njeriu kur ka perspektive përballon çdo katastrofë, çdo dhunë që ja bën e ardhmja, ndërkohë kur nuk ka perspektivë, dukesh sikur mbytesh, sikur si ajo miza në qyp, domethënë që nuk mundet për me dalë dot. Shiko, lërë të të pyes një qiku në ty. Po. Sepse ti thash je një brez më i ri se unë, ka ardhur të jetosh në Tiranë rreth sa viti? Rreth 2014-s. 2000, po son mbaj mend më herët ty që kam pasur kështu me furgon, vjer pas here nga babura si. Vjer pas here. Okej. Tani, më tregoti mua përballjen me qytetin e madh. Po. Në fillim. Edhe si është zhvilluar Tirana në sytë e tu, si e ke përjetuar ti nga mosha 18 apo 20 vjeçare? Ka ndryshime shumë të mëdha, Arlin, kuptimin që kur kemi ardhur në fillim, domethënë Tirana është pa, për shembull, në 2010-ën, Tirana është pasi i qytet brenda shtetit, si shtet brenda shtetit, si hapësirë, si jashtë shtetit, po brenda shtetit si qytet i mundësive. Në këtë kuptim të shkoje në Tiranë ishte i fara ascensori social, do të thonë të ngrihesh qoftë në status, qoftë në këto mundësitë tua të jetës. Madje kemi pas edhe si talli, kur shkoje në Tiranë dhe ktheshe pastaj në qytetin tënd, thirrshin gjithë ku jo Tiranë, si kuptimin. Sot nuk ndodh më kjo. Ka ndryshuar kjo harta edhe imagjinare e qytetit që do të donin njerëzit. Mirë, para se shkojmë tek si u transformua Tirana, më tregojnë çik këtë kontrasti midis Mamurrasit nga ti vije edhe Tiranës, qytetit të madh. Po kuptimin e marrëdhënieve sociale, ti më ke thënë, ke shkruar diçka që mbaj më shumë interesante kur flisë për internetin. Po. Edhe thoshe që interneti është një nga rrjetet më të mëdha se mos i parë nga këndvështrimi i njeriu që jeton në një qytet vogël, në qytet periferik, thamë është hapje me botën. Ka qenë një farë magjepsje me modernitetin, domethënë gjithë ajo literatura që të mungon, se unë isha rritur në një qytet i cili nuk kishte as biblioteka, as librari, i vetmi literaturë që konsumoi kinema dhe teatr, jo se jo, e vetmi literaturë që konsumoi ishin gazetat e sportit, i vetmi raporti yni me progresin, ose siç ti mbase mund të jesh turist në një qytet ku kinema do kthyn pornografike, po për ne i vetmi raport me Erosin, nëse mund ta themi, domethënë ishte faqja e fundit që si mban mend e gazetave të sportit, nuk ishte kurs gjuhës huaj, ndërsa Tirana ishte jo vetëm për mua në Mamurras, po mendoj për çdo njeri në çdo qytet tjetër periferike, qoftë edhe këto qytetet pak më të rëndësishme se qytetat. Tirana ishte i far, siç e thash, i far shteti brenda shtetit, i far Monakoje e Shqipërisë, nga e cila domethënë shihet si simbol ose si simboli pasurisë, si simboli i jetës së lartë, si simboli i jetës të zhvilluar kulturore. Edhe marrë në Tiranë, për shembull vitet 2000-2010, ka qenë një farë ideali social. Njerëz që largoshin nga periferia për hir të sardhmes së fëmijëve, qoftë edhe për me bënë ai ditë jetë më të mirë për veten e tyre dhe që vinin në Tiranë. Edhe thonin, "Ok, ne mund të rropatemi, mund të lodhemi, mund të sfilitemi, por ama u dukte sikur kaloje nga kjo mesjeta, qytetat shkatëruara pa ekonomi, pa jetë sociale dhe kulturore, ku 97-a edhe këto trazirat kishin lënë gjurmën e tyre, ku kjo kriza demografike, largimi i njerëzve e kishte qoftë drejt Tiranës, qoftë drejt emigrimit, i kishte varfëru këto qytete. Dhe ardhja në Tiranë ka qenë një farë, ka qenë magjike në kuptimin që për shembull, unë maj mend 2 vitet e para, 3 vitet e para, flija 4 orë në ditë gjumë, grisja me qindra palë këpucë, gjithë parësi se jetonim qytet student, ose në këto zgëqet e vogla të qytetit studenti, ku njerëzit kishin hap këto dhomat e vogla edhe i boshin shtëpi për studentët. Sepse ardhja në Tiranë ishte si sot për shembull me ikë në Gjermani. Kuptimin ishte i shans i jetë. Plus që edhe Tirana
në këto vitet e fundit ka ndodhur fare monopolizimi, qoftë edhe si institucionale, kulturore, ekonomike, politike, edhe Tirana i ka vdek këto këto qytetet e vogla, sikur është furnizuar gjithkohës me gjak edhe me lim fijete nga këto qytetet e vogla. Do flasim për politikën, po tani le të mbetemi përsëri tek përvoja, se do të marrëm ty një intervistë rrugës, se më intereson shumë. Shumë një gjë që unë nuk e kam bërë. Se s'mund ta bëja nga që kisha lindur në qytet edhe kisha jetuar gjithkohës në qytetin tim. Shumë nuk kam jetuar kur me njerëz tjerë. Kuptimi, nuk e kam darë kur qeran me shok. Kam përshtypjen që ti për shumë vite e ke pas të si përvojë. Tani ma tregoj çik edhe në kuptimin e lirisë, edhe në kuptimin e përgjegjësisë, edhe në kuptimin, domethënë që një djalë i të ri 20 sa vjeçar që nuk jeton më me prindrin, nuk është mamaja që i bën bukën, nuk është babai që e qorton, është qyteti i madh, ka lirinë e plot, duhet i ndaj hallet, problemet, bukën me shokun, domethënë në fillimet e veta liria është e frikshme. Timi edhe sot në Tiranë, çdo njeri 18 vjeç që vjen në shkollë në Tiranë, mezi pret premten për të kthyer prapë tek familja, tek qyteti i vet, sepse aty ka akoma këto rrënje sociale. Por në kalimin e kohës, duke njohur njerëz të ndryshëm, edhe duket vërtet shumë e çuditshme, sidomos kur rritesh në qyteza ose në kontekste, cilët janë shumë familjare, shumë domethënë fisnore, duket e çuditshme për me jetu me njerëz të tjerë, për me nda hapësirat me njerëz të tjerë. Ka dhe i fare edukimi gjinor edhe progresist, sepse nuk ke më njeri që do të bëj bukën, duhet ta bësh vetë, nuk i la njeri rroba, duhet i lash vetë, nuk ta pastron njeri dhomën, duhet ta pastrosh vetë. Është koncepti i familjes. Domethënë kuptimin që ti fillon edhe ndjesh, për shembull, unë jam ndjesh shumë familjar, qoftë edhe jam shumë falendërues shokëve dhe shoqeve që ti, domethënë, i fillon edhe jeton në hapësira krejt tjera, morinore, mo sociale, edhe ku shef se si thyen këto besnikëritë e vjetra. Pra ti nuk ke njeri të ngushtë vetëm atë njeriu me cilin ti je i lidh nga gjaku ose nga njohja brez pas brezi, po fillon edhe e zgjedh shoqërinë, fillon edhe beson tek njerëzit e tjerë. Ose si far nuk e di, ajo që shpesh e thonë edhe letrarët edhe filozofët, ky kalimi nga mesjeta në kapitalizëm, domethënë, që ishte i far kalimi, ishte i far përvoje e parë moderniste, kuptimi edhe Tirana, kështu ka qenë i far përvoje e parë moderniste. Dhe kjo edhe ka rënë në kohën e sotme. E para sepse qyteti është bërë multipolar, multicentrik. Për shembull nuk ke më me miratrin qytetin studenti, nuk ke më vetëm një hapësirë ku ti të shkosh edhe që të bëhet jeta e natës. Nuk ka më për shembull hapësira si teatri eksperimental Kujtim Spa i Vogli, ku shkonin 20 shok, 30 shok me bileta 2000 lekë, 3000 lekë, edhe ndiqnim këto shfaqje teatrale. Edhe kjo ka rënë edhe në Tiranë, që është ky qyteti i risive, Kujtimin, qyteti dinamik, ku ti mundesh mu njoh me njerëz nga prejardhje të ndryshme, me dialekte të ndryshme, me backgrounde të ndryshme, dhe ku ishte i përzierje e madhe aty. Sot Tirana është gentrifikuar, jeta natës është bërë shumë më e shtrejt, nga pubet po na përzejnë në emër të turistëve, cilët kanë më shumë para për të konsumuar se sa ne. Kanë rënë disa ideale të mëdha, mendoj unë, ideale tek shoqëria. Kuptimin sot para 10 vitesh njëri që vinte në Tiranë kishte më shumë ideal formimin profesional, pavarësinë, domethënë nga dhe fakti se ka ngeca shëndsori sociali detyron shumë njerëz që të kthehen tek këto besnikëritë e vjetra ose të shkojnë drejt martesave, drejt fejesave, drejt bindjes në vendin e punës që bëjnë, sepse konkurenca është shumë e lartë dhe ti nuk ke mundësi për ta ngritur zërin, drejt ndërtimit të alternativave imagjinare. Do shkoj në Gjermani, jo po ky nuk është qyteti im, edhe Tirana kur nuk është bërë qyteti jonë për ne që kemi ardhur si student këtu, Arlin. E kuptoj. Edhe sidomos vitet e fundit nuk është qyteti jonë. Do me thonë, ne nuk kemi asnjë vend ku të kthehemi, se po të kthehesh në qytetin tënde nuk të pret asgjë, po nuk kemi as edhe një qytet që të thuash se ky qytet na përket ne, edhe një qytet ku të rrim. Jemi si në limbo, si në purgator. Dua ta vazhdoj çik analizën nga këto përvoja tona të ndryshme. Po. Shumë për brezin tim, që ne jetoni me prindrit, pra kishim lindur në Tiranë, jetoni me prindrit, liria ka qenë vërtet një ëndër dhe ka qenë diçka për cilën kemi luftuar.
unë, shokët e mi, shoqet e mia, ma kemi luftuar me prindrit tonë për lirin personale, për që të mos pyes njeri kur do kthehesh në shtëpi. Dhe ka vazhduar dhe ka mbetur tamam si një lloj ideali që do të arrish edhe kur arrin qoftë dhe pjesërisht ndihesh vërtet i përmbushur. Tani kam përshtypjen dhe më korrigjon nëse kam gabim. Brezi juaj është ndryshe sepse ju detyron zhvendosja demografike që të jetoni dhe ta keni lirin me njëherë nga kjo pikpamja. Domethënë që 20 vjeç ose 18 vjeç ti nuk kërkon më njëri në çfarë do kthehesh në shtëpi sepse shtëpi ke vetëm shokët. Nuk është se ke maman edhe babain. Mi po liria aq shumë e ëndrruar nga brezi im për ju kthehet ndoshta si një barr sepse nuk është më mundësi, por është pasiguri. Ka Erik Fromi një libër që është përkthyer në shqip goxha të mirë, që titullon Arratisje nga liria. Pra shtamam kjo liria e njeriu të modernitet në qytetin e madh që i ka humbur lidhjet e vjetra tradicionale, që është i papunë, e kërcënon papunësia, është i keq paguar, nuk ka një pikë ku të mbështetet dhe pavarësisht se është i lirë, është i friksuar. Është liri boshe. Dhe nuk në far kuptimi është i gatshëm ta këmbej lirin me një çik më shumë siguri. Po të pyesësh, thash, fëmijët e brezit tim ose adoleshentët e brezit tim, ne nuk do mendonim kur këtë gjë. Ne sigurinë e kishim, kuptimin e kishim prindrit aty. E kishim si thua shtëpinë, pavarësisht se ishte shtëpi e vjetër e socializmit, 50 metra katror ose 60 metra katror, ne na mungonte liria. Edhe ne luftonim me prindrit tanë për çdo centimetër katror liri, domethënë për ku diun, për të shkuar në disko, për të kthyer vonë. Ndërkohë që këto mbase nuk janë më probleme sot, ose nuk janë të njëjtat probleme sot, ama liria sot ka prodhuar probleme të tjera. Është ti e shef me kalimin e kohës gjithë ajo liria, që është fillim i fare liria kulturore, dhe kjo është pozitive, sepse ti konsumon eksperjenca edhe liri kulturore, cilat ti nuk i ke një mjedis shumë të mbyllur, domethënë. Tirana, po të shkosh jo vetëm në qytetet periferike, po të shkosh edhe në qytetet e mëdha, në Shkodër, në Elbasan, në Durrës, pas Muzgut, pas orës 6, nuk ke më domethënë ku të shkosh. Vdes jeta sociale, vdesin relatat sociale. Në këtë kuptim kjo ishte shumë e mirë dhe shumë emancipuese. Në aspektin tjetër, kur vjen duke u rritur, shef se liria kthehet një farë lirie boshe, kthehet në paqëndrueshmëri. Ty duan 200 euro për me blej apartament. Do më thonë, shef se si edhe përballesh edhe me paragjykim. I lirë për të fjetur poshturës, e manë mund atë shprehje. Është edhe paragjykim, ti e shef se disa koncepte nuk kanë ecë para, është i qytet ku, do më thonë, sa herë ndodhi luftë, vje pronarit i bie derse dhe të rrit çmimin e apartamentit. Akoma po rrit çmimet në Ukrainë, vje pronari në Shqipëri dhe thotë, ka plas lufta, plasi lufta në Gaza, edhe 50.000 lekë tjera, do të plas luftë Izrael-Iran, edhe 50.000 lekë tjera, spekullim në kuptimin diskriminim kuptimin edhe sot ti sheh domethënë njerëz që janë thjesht rentier, kanë pas fatin e mirë që ka qelluj copron aty edhe trashëgojnë apartamente që akoma pavarësisht se ti jep gjysmën e rrogës, nga rroga jote ja jep qira për i vend ku në fund ditës ti fle vetëm 8 orë. Domethënë edhe shtëpia është kthyer në këtë kapitalizmin shqiptar ku njerëzit po ju thyet kurrizin në 2 punësim, është kthyer në një far hosteli ku ti shko flet 8 orë, nuk është se ke një far hapësire të madhe. E ke të vështirë për me ndërtua dhe misi të qëndrueshme, diku ku emigrimi është me norma shumë të larta. Që vetëm nga herë ku mblidhem edhe me miq të tjerë dhe diskutojmë për njerëz që nuk i kemi më vërdall, kanë ik masivisht. Edhe shumë gjëra të tjera. Tirana, siç e thash në fillim, ka qenë një qytet dinamik. Mbas edhe dikush mund të thotë, siç thon këta konservatorët, ju çuna jeni duke u rritë dhe duke u plak nga i çik. Po Tirana është bërë qytet shumë depresiv, shumë i lodhshëm, njerëz që acarohen në për trafik, kalojnë orë tëra gjatë jetës tyre në trafikun e Tiranës. Njerëz po dalësh mëngjes në orën 8 mëngjesit ose 9 mëngjesit, aty ka rruga, nuk shef dikë duke buzëqesh, në kuptimin duke tregu pozitiv. Njerëz që nuk thonë mirëmëngjes, i far goditje shumë e madhe ka qenë se unë jam rrit në komunitet, në kuptimin që nuk flet komshiu. Mund të asësh për ditë në ashensor, nuk flet, nuk e di, mund të jetosh me vitet tëra brenda i apartamenti, nuk e din se kush është komshiu yt përballë. Edhe duket sikur qyteti vje me kalimin e kohës dhe kthehet në një hall
në një hall jashtëzakonisht të madh. Edhe Tirana, do të thonë, janë me qindra mira të rinë, do të thotë që Tirana është kthyer një qytet ku ata janë të ka dhe faktor tjetër që është mbi prodhimi intelektual. Ka shumë njerëz shkolluar, Arlin. Mundësitë e punësimit janë shumë Le ta quajmë nën punësimi intelektual. Nën punësimi. Ka njerëz të kualifikuar shumë, mundësitë e punës janë shumë pakta, vendi i punës është kthyer për shumë njerëz për shkak konkurrencës të lartë, është kthyer një vend ku thyet solidariteti, ku veremoset njeriu, depresioni është shumë i lartë. Do ishte shumë interesante për me bëj studim se sa është rrit depresioni tek njerëzit në kuptimin, po shkojmë drejt shoqërie depresive. Edhe mbi të gjitha Tirana i ka radhë i koncept që jo se duhet bie në doza nacionalizmi ose patriotizmi, po nuk është i qytet ku ti nëse ndjesh, domethënë ku ne që nuk kemi turist, nuk kemi tuaj, nuk kemi qindra euro për të konsumuar çdo ditë, ndjehemi si masë tepërt. Ndodh për shembull Giro d'Italia, mbyllet i gjithë qyteti. Ndodhi Summit, mbyllet i gjithë qyteti. Lund Roma Feyenoord, mbyllet i gjithë qyteti. Ngrihesh i ditë tjetër shef se është kthy qyteti si në kohën e nazizmit gjerman, në kuptimin nuk mundesh me ecë dot, nuk mundesh me lëviz, nuk ke transport publik. Edhe në këtë kuptim shef tavernat ose tavernat e gentrifikimin e qytetit. Ka qenë mens aty, tash është bërë mens tradicionale, është dyvishu çmimi, edhe ti e shef se nuk të përket mua ajo mensa. Për shembull, klubet ose pjetoret ku ti ke pas shkuar janë gentrifikuar, janë modernizuar, edhe janë arredu më mirë, edhe janë dyfishu çmimet, edhe tregon se ty nuk të përket më qyteti. Për me gjeti shtëpi është shumë problem. Sepse Airbnb-t, do me thonë, po mbi në kudo, gjysa pallatit tim është me Airbnb. Edhe kur kërkohet një apartament, kërkojnë paradhonje, kërkojnë 3 muaj paradhonje prej teje. Në këtë kuptim, duket sikur Tirana nuk është më as kryeqyteti shqiptarëve. Po edhe mënyra se si flet Edi Rama, si drejtohet turistëve, si u drejtohet njerëzve që të vinë blejnë apartamente këtu, është kthy si një farë megapolisi, domethënë turistik, jo më një qendra e një vendi, hapësire e një populli, domethënë. Një nga ndryshimet më të këqija që ka ndodhur qytetit të Tiranës, Klodi, është komercializimi, jo vetëm i hapësirës, por edhe i veprimtarive. Sot në Tiranë nuk bën dot pothuajse asgjë kuptim plot e pa para, pa shpenzuar. Dhe unë t'jap disa raste. Që nga rasti më i thjesht, shkuarja në stadium. Kur unë kam qenë fëmijë, adoleshent, djalë i ri, në stadiumin e vjetër Qemal Stafa ka pas një ligj të pashkruar. Në pjesën e dytë hapeshin portat e stadiumit, që thotë, me bilet, shkoni vetëm ata që donin ta shihnin ndeshjen 90 minuta. Gjithë tjerët e dinin që minutën e 45, pra në fillim pjesës së dytë, portat do hapeshin dhe do futeshin të gjithë brenda. Që thotë, pjesën e parë e shihte gjysma e qytetarëve, tifozëve, në pjesën e dytë stadiumi mbushej plot. Dhe kjo që ka ndodhur deri në fund, unë e mbaj mend, nga vitet 80 deri para se ndërtohej Air Albania. Tani nuk bëhet fjalë. Pra, aq shumë është komercializuar saqë edhe në një ndeshje të kampionatit shqiptar, ku ka 500 tifozë gjithsej, më kupton, ku mund të hapeshin dyert pjesën e dytë për ta bërë çik më të bukur atmosferën e stadiumit, prapse nga që duan nxjerrin dhjam nga pleshti, do ta komercializon stadiumin dhe duan të marrin para nga kushdo. Nga ana tjetër, sot në Tiranë ti nuk mund t'i biesh topit me shqelm pa paguar para. Pra nëse ti je fëmijë, nuk ke një fush, nuk ke një shesh, nuk ke një mundësi ku ti të luash me top. E vetëm mundësia është që prindrit paguajnë para që fëmijët futen në kurs futbolli. Pra kursi futbollit nuk është më që fëmia të bëhet futbollist, por që fëmia të ketë mundësinë minimale të luaj me top. Madje, edhe oborët e shkollave, që dikur kanë qenë të gjitha të hapura. Për shembull, në fëmijërinë time, një pjesë fëmijërisë unë e kaloja tek oborri i shkollës time, Osman Myderizi, ku shkori me shokët, luani me top, luani me paralele, me të gjitha, sot janë të mbyllura. Mbyllen oborret e jashtme të shkollave, mund të përdoret vetëm për në një kurs që mund ta bëjë në një profesor fizkulture aty në këmbin paras, ose fëmijët duhet kapërcejnë kangjella shumë të larta dhe të rrezikshme për të futur e për të luajtur me top brenda. Pra, aktivitete që kanë qenë krejt lira, kanë qenë ti mund t'i krye, mund t'i zhvilloje pa pas mundësinë të paguaje para, sot për gjithçka në Tiranë ti duhet paguash. Për gjithçka.
Jo vetëm restoranta, jo vetëm kafene, për gjithçka, edhe për një gotuj. Pra për gjithçka që ti nuk mund dalësh sot nga shtëpia pa para. Ti nuk mund të thuash, unë po vi 1 orë vërdall në për qytet dhe nuk do harxoj asnjë lek, sepse praktikisht nuk ke çfarë bën. Kupton, praktikisht nuk ke çfarë bën. Edhe populariteti i kafenes, pra fakti gjithë shkojnë kafe, është tregues i mungesës hapësirave publike, është tregues i fakti që njerëzit nuk mund t'ulen të bisedojnë diku pa paguar para te dikush tjetër, sepse në ato pak parë që mund të kenë mbetur, aty ndërtohet, ti mund të shkosh te parku i liçenit, po vazhdon matrapiku i kastratit, aty më poshtë matrapiku i bashkimulajt, apo i oligarkëve të tjerë që ndërtojnë. Pra nuk sigurohet minimumi i qetësisë për të shijuar qytetin, për të shijuar bisedën. Duhet patjetër të futesh diku, të harxhosh para, gjithnjë më shtrenjtë, sepse siç thua ti, rritja e turizmit ka sjell gentrifikimin, ka sjell përjashtimin e vendave nga hapësirat që dikur i përdorni, qoftë ato hapësira tregtare. Se në moment që vjen i huaj me një fuqi blerëse disa fish më të lartë se ty të rritet, siç thua ti edhe çmimi i qoftes, leri më çmimet e tjera, ti në një pub apo në një lokal që ke pas shkuar, që mund të ketë qenë rinor i lirë, studentor, sot nuk është më, sot kushton shumë më shtrenjtë, sepse ai që ka një punë të mirë në perëndim, ai që punon në industri, ai që punon në shërbimet e kualifikuara dhe që vjen të shpenzoj para në Tiranë, gjen përpara vendasin që është shumë më i varfër se ai, është i keq punësuar, i nën punësuar ose i pa punë fare që merr 300.000 lekë, 400.000 lekë rrog në muaj dhe me ato para sigurisht që nuk është se mund ta blej një birr në lokal apo në pub. Dhe kështu ne jemi tamam sehirxhinjt e qytetit ton. Ne jemi ata që bëjmë sehir. Të tjerët e gëzojnë qytetin ton, ne bëjmë sehir në qytetin ton. Ti preke me shumë drejt fenomenin e Airbnb-ve. E kam parë edhe unë në pallatin tim. Po shtohen fytyrat e tuajve që zbresin, hypin edhe gjithë në për shkallë edhe në ashensor. Sigurisht që është lajm i mirë për ata që japin shtëpitë me Airbnb, po është lajm i keq për shumë tjerë që duan të kenë një qira afatgjatë, të kenë një kontratë qiraje afatgjatë për të jetuar. Pse? Sepse sa më shumë shtëpi jepen me qira ditore, me Airbnb, aq më i lartë bëhet çmimi për qirat afatgjata. Pra praktikisht ti e ke gjithje më të vështirë të banosh në qytet, të punosh në qytet, të konsumosh në qytet, të jetosh në qytet. Prandaj them, sehirxhinj në qytetin ton, të huaj në atë që ishte jona. Dhe nëse mundem me shpjegu këtë konceptin e sehirxhiut, domethënë thellimi i pabarazive sociale edhe ekonomike, kontrasti klasor, Arlind, e bën këtë sehirxhiun të ndjeti ndrydhur në shpirt, sepse përballë në njërin anë kemi dikë që jeton edhe pagun gjysmën e rrogës për shtëpi ose apartament ose garsoniere në një parafabrikat, edhe përballë këtij parafabrikatit është një hotel ose një kull 10 rakatëshe, domethënë ku jetojnë dukshëm, jo vetëm të huaj, po edhe bashkëqytetar që duken sikur i gjajnë një populli tjetër, krahas atij që po ecën në rrugë ke dyqan ose restorante të shtrenjta, për krah një jetë kulturore që vezullon për ata që kanë para, kemi këtë njeriun e izoluar, për krah këtij erosi që është kudo, që nga billboardet tek reklamat, tek këto festat e vogla dhe të mbyllur ose ky ekzibicioni i këtyre njerëzve para, ke njeriun e izoluar. Që sheh me sy e plas me zemër. Që sheh me sy edhe plas me zemër, dhe kjo është një ndjesi, domethënë ky karshillëku, kjo çonit kaq afër, kaq ngjitur, kaq ball për ball i varfërisë me luksin më ekstrem dhe më të shfrenuar, krijon një farë ndrydhje, një farë poshtërimi për njeriu e zakonshëm, i cili ndihet edhe totalisht i pafuqishëm përballë qytetit që për ditë më tepër bëhet vertikal. Ti nuk është më horizontal, është vertikal, dikush që punon sanitar ose punon kamarier, edhe domethënë pret autobusin, merr pak minimal edhe pret autobusin poshtë një 40 katëshi. Dikush tjetër një i ri, domethënë që hedh syt nga prindërit e vet dhe shet që me punë të ndershme nuk kanë fituar absolutisht asgjë. E ndërkohë shefi qytetar, i cili i bashkëmoshatar, i cili është moshën e tij edhe përmes kësaj jetës dhunshme, jetës kriminale, domethënë ka arritur shumë më shumë se sa dy prindërit e vet, gjithë jetës 50 vite punë deklaruara. Dhe kjo e bën toksik qytetin. Unë kam qenë në disa kryeqytete tjera të Ballkanit, edhe shef se qyteti është më normal, është më barazimtar, është më
horizontal në kuptimin. Çmo më ka bërë përshtypje Prishtina. Po. Në këtë aspekt. Do të thënë, ku diun, vendet në Prishtinë ku mblidhen të rinjt, ku pinë ndoshta një gotë raki, që është çik më e përhapur në Prishtinë, besoj se në Tiranë kjo gjë, që janë shumë të thjeshta, po edhe shumë miqësore, për ka një atmosferë solidariteti aty, që unë nuk e gjej për shumë vitesh në Tiranë. Bashkë kemi pas qenë disa herë në Prishtinë, takonim shok tanë atje, dhe gjëja më e bukur ishte që ti ulesh e ta pije një gotë me smiq në Prishtinë, çmimet ishin të lira, mjafton të lira se në Tiranë, po atmosfera ishte shumë miqësore. Dhe ai vendi ku ti ulesh nuk ishte asgjë luksoze, diçka sa tavolina prej druri, dhe nuk është se ishte investuar shumë, po arrihet kuptoi që ai ishte qytet. Arrihet kuptoi që ishte qytet njerëzor. Nuk ishte qyteti kontrolluar nga përbindçat, nuk ishte vertikalitet siç thuat, hierarki, dhunë, para që të shtyp kokën. Por gjeje miqësinë, solidaritetin, gjë që nga e cila ne na kanë zhveshur në Tiranë. Plus që ka ndërtuar dhe i qytet madh fantazëm, në kuptimin ndryshe nga Prishtina, e cila e ka më të përqendruara hapësirat publike, ka më të përqendruara vendet, këtu kanë ndërtuar qytet policentrik, po që e kanë zbraz nga njerëzit. Ke për shembull lagje të tëra, kafene super të mëdha ku ka realisht shumë pak njerëz, kuptim janë pothuajse me mijëra kilometër katror kafene të zbrazura super të shtrenjta ku ka edhe më pak njerëz. Siç e thash, duket sikur jeton në Tiranë për shembull, po krijon edhe lagje ekskluzive, ku ti nëse nuk je rezident, nuk njeh dikë, domethënë nuk ke mundësi që ta aksesosh komunitete me gardh quhen, gated communities, domethënë ngrihet një gardh i madh me mure të larta dhe aty hyn vetëm me kartë antarësie. Ka edhe hapësira të tjera, për shembull, që këta u përpoqën për me kriju disa hapësira publike alternative, siç ishte liçeni i Farkës. Po ndërtohet dhe aty, Përveç se po ndërtohet aty, po bot Rolling Hills Farka, është thjesht i gjallë aty me shku me blej milion euro, domethënë vilë, edhe po bot vend ekskluzivisht për pasanikët. Është po ta shohësh tek liçeni, edhe liçeni që është hapësira e fundit në Tiranë, nuk ke më mundësi. Po të shkosh i fundjavë aty janë njerëzit ngjit me njëri tjetrin, njerëz pafund, nuk ke intimitet, nuk ke qetësi, nuk ke privatësi, i grumbull i madh, domethënë pislëku, në atë shtegun ku ti kalo dhe i tren, kalo dhe dikush me biçikletë, kalo dhe dikush ku bën vrap, kalo dhe i familje e lumtur që ka dalë shëtisë për fundjavën. Në këtë kuptim, duket sikur e ka shkatruar edhe këtë solidaritetit nacional. Duket sikur jemi dy kombe brenda njëjtës hapësirë. Në njërin anë ke këtë ku qarkullojnë njerëzit e pasur, të showbizit, fëmijët e politikanëve të korruptuar, gangsterët e vegjël, ndërsa në anën tjetër ke një popull krejtësisht tjetër, që duket tjetër edhe në veshje, që duket tjetër edhe në konsum, që duket tjetër edhe në mënyrë të folurit, do të thoja. Këtej nga kjo ana këtej flitet më shqip, ndërsa nga kjo ana këtej është i farë gjuhë korporativiste, gjysëm anglisht, gjysëm gjermanisht, gjysëm shqip, gjysëm qëmbra, domethënë nuk e merr vesh se ça po ndodhet, se ça po bëhet. Më kujtove diçka. Platoni tek Republika, kur flet për oligarkinë, e konsideron si një qytet i cili përbëhet nga dy qytete në luftë me njëri tjetrin, qyteti i pasurve dhe qyteti i varfërve. Pra ndonse është një qytet nga pikpamja hapësinore, janë dy qytete nga pikpamja sociale, që janë një luftë pa pajtueshme me njëra tjetrën, se kush do të mbijetojë. Dhe më duket përshkrimi më i saktë për Tiranën e sotme. Pra, jemi një qytet, një bashki, po janë dy logjikat pa pajtueshme me njëra tjetrën. Është në fillim qyteti një minorancë numerikisht pa përfillshme që është në mënyrë të krimbur e pasur. Shpeshherë në mënyrë korruptive, abuzive, përmes parave të krimit organizuar, që shijon çdo të mirë të mundshme materialet të qyteti, dhe pastaj është shumësia e njerëzve të thjesht, e njerëzve të punës, e njerëzve të sipërmarrjes vogle të ndershme, të cilët vuajnë për ditë më shumë në këtë qytet. Mua më ka bërë shumë përshtypje një përkufizim i Bertolt Brechtit për Parajsën, ç'është ferri.
Pra, Bertolt Brecht i shtron pyetjen, ç'është ferri dhe përgjigjet. Ferri është jetosh në parajs pa pasur mundësinë të shijosh të mirat e parajsës. Kështu jemi dhe ne në Tiranë dhe në përgjithësi në Shqipëri. Pra jetojmë parajs në ç'kuptimin, jetojmë brenda një vendi që ka ende të mira materiale, ka ende burime natyrore, ka ende peizazhe shumë bukura, ka ende histori ndonse e kanë shpërfituar në shumë aspekte trashëgiminë historike, e prapse prap ne nuk mund ta shijojmë këtë parajs. Ne jemi tamam sehirxhi, jemi ata njerëz që vinë vërdall në qytet pa shijuar dot as minimumin e drejtave tona që është e drejta për banim. Sipas ligjit shqiptar, Klodi, strehimi i përballueshëm është ai ku një familje nuk shpenzon më shumë se 25% të ardhurave të veta për të paguar qiran ose këstin e kredisë. Ky është strehimi i përballueshëm. Sot në Tiranë, një familje normale duhet të harxojë gjysmën ose më shumë të ardhurave të veta vetëm për të futur kokën brenda. Më kupton? Vetëm për të futur kokën brenda, pavarësisht kushteve të banimit, pavarësisht çfarë shërbimesh jepen jashtë banesës tënde, vetëm për të futur kokën brenda, ti do duhet paguash të paktën gjysmën e të ardhurave tua familjare. Atëherë për çfarë është jeta? Thjesht fut kokën, ha buk edhe fligjum, shkon punë stërmundohu, puno 8 orë, 9 orë, 10 orë në ditë, puno 5 ditë, 6 ditë, madje 7 ditë në javë, për çfarë? Për të futur kokën brenda? Dhe kjo është pa jetueshmëria e qytetit, një problem që ne ngrem, do vazhdojmë ta ngrem dhe duam të japim zgjidhje edhe nëpërmjet kësaj fushate për Tiranën. Po, e drejtë, edhe ne kemi pa dhe vetë, për shembull, si aktivist i Lëvizjes Bashk kanë të arsuan shumë njerëz, sidomos edhe pastirëve tuaja Arlind, edhe është e pamundur, është shumë e vështirë për i taku. Duhet me i taku me lënë takime dhe kafe si që lëmë nga njerë në 2 në orën 9 darkës, sepse e gjoj edhe këta edhe që më revolton realisht që thonë për shkatrimin e familjes tradicionale. Kush po e shkatron realisht familjen tradicionale? Po e shkatron dy punësimi realisht. Njerëz që nuk rrinë më shumë me fëmijët e tyre se 2 orë në ditë, njerëz që po u thyn shpinën 2 punë, 3 punë, shpesh punojnë edhe të shtunën, edhe dielën thjesht për të mbjetuar. Edhe këta sa kohë rrinë me fëmijët e tyre. Këta nuk kanë kontroll mbi fëmijët e tyre. Se nëse fëmia të shef 1 orë ose 2 orë në ditë, shpesh do me thonë e gjenë edhe fëmijën në gjumë, edhe e lënë fëmijën në gjumë, ti nuk si mund të kesh i familje të shëndetshme edhe tradicionale në këtë aspekt. Se njeriu duhet paguaj këstin e kredis, edhe i përndjek njerëzit kësti deri në fund jetës, duhet paguajnë qerdhen, edhe kopshtin privat për fëmijët. Mbi 4.000 fëmijë, mbi 4.000 fëmijë në vit nuk gjejnë vend në kopshtet e qerdhet publike. Duhet paguajnë, domethënë gjitha shpenzimet e tjera. Në fund një familje i mbetet mbase vetëm edhe diela. Po edhe dielën i aq i lodh, domethënë sa njerëzit edhe duan për me fje, domethënë më shumë se sa për me kry aktivitete. Edhe kjo rritja e kostove të jetesës, rritja e kostove të strehimit, rritja e kostove për shërbime, të cilat ti supozohet ti kesh paguar për sa kohë blej bukë. Edhe pagun 20% tatim të asaj buke, 20% në çdo buke që blejmë, ne ja japim shtetit. Dhe mungesa e drejtave i ka shtyr njerëzit që të kërkojnë punë që të sigurojnë të ardhura, që ato drejta cilat supozohet se duhet ja u garantoj shtetin, duhet i nxjerrin nga xhepi i tyre. Për shembull, një problem tjetër është po mos jesh i pasaportizuar në Tiranë, ose mos jesh ta kesh gjendje civile në Tiranë, nuk të ofrohen shërbime shëndetësore. Duhet të pagush në kuptimin kur në fakt ti kontribon për këtë qytet, se nuk është e thonë që duhet vim gjithë me pasaportizim në Tiranë që të gëzojmë drejtat, përsa ko jemi shtetas të Republikës, edhe Tirana nuk është shtet brenda shtetit. Edhe e gjitha kjo po sjell një i qytet i cili nuk ka lidhje në fund ditës me qytetin. Shko, ti preke një fenomen shumë interesant që është vështirësiat që ndjejnë familjet, jo vetëm për shkak të varfërisë, po edhe për shkak të dy punësimit. Fakti që prindrit shumicën e rasteve jo vetëm punojnë më shumë se 8 orë në ditë, por mund punojnë edhe 2 punë. Por edhe ata që kanë më shumë kohë, duke mos pasur të ardhurat mjaftueshme. Dhe siç e thash pak më herët, në Tiranë ti duhet paguar gjithnjë më shtrenjtë për argëtimin e fëmijëve tu. Atëherë çfarë ndodh? Ku shkojnë prindit me fëmijët në përditshmëri? Duke mos pas para mjaftueshëm, edhe kohë mjaftueshëm, përfundojnë në kafe. Domethënë, zbresin nga shtëpia te kafja poshtë pallatit dhe te kafja poshtë pallatit çfarë bëjnë? Fëmijët prapë me celular do rrinë. Pra ti del me idenë që fëmijët do t'i largojmë nga celulari,
ecën në ato trotuarët e ngushtë një 5 minuta, përfundon në kafe, që të harxhosh 4-5.000 lekë vjetra dhe jo më shumë, dhe në kafe sigurisht që fëmia nuk ka çfarë bën. Do përfundoj përsëri te celulari. Pra ajo çfarë po e godet familjen në Shqipëri, ajo çfarë po e godet marrëdhëniet e shëndetshme mes anëtarëve të familjes dhe në përgjithësi mes njerëzve në shoqëri, janë pikërisht rreth para arsyet ekonomike. Po. Papunësia ose puna e stërmundimshme, keq pagimi, stresi, mungesa e mundësive ekonomike, pamundësia që ti të çosh fëmijët në një kurs artistik që të luajnë me top. Të gjitha këto prodhojnë stres, prodhojnë të huajsim kudo në shoqëri edhe brenda familjes. Për këto çështje nuk flet njëri. Përveç se nuk flet njëri, për shembull, do doja që do kisha shumë dëshirë ta ngrinim edhe ta shifnim qytetin një farë perspektive më femërore. Kuptimin sot për shembull sa më larg shkosh larg qendrës ke hapësira të pandriçuara. Ti nuk e din se ku po shkon. Shohim turistë që lavdrojnë Tiranën se është një qytet i sigurt, nuk ka krim vogël, po për këtë duhet me i qenë falendërues jo shteti, duhet me i qenë falendërues njerëzve që në shumicën ndërmuese të rasteve e ruajnë një farë etike edhe komunikimi qytetar. Pas orës 10 ti nuk ke autobus. Kuptimin, nëse do je vajzë ose djalë i ri edhe do të ndjekësh një koncert, do të dalësh i shëtitje, shkosh në mbultore me miqtë e tu, ti nuk ke se me çamë u kthy në shtëpi. E treta është çështja e abuzimit me vendin e punës, që ne e trajtojmë shpesh, informaliteti. Domethënë vjen një student, i vajzë e re ose i djalë i ri student në Tiranë edhe i mbajnë në punë me provë 1 muaj, 2 muaj pa i paguajt, edhe kur i punsojnë i thonë hajde si jeni student, edhe e paguajnë shpesh edhe nën pagën minimale, dhe kur kalon ca kohë nga puna e tyre, domethënë ata edhe i flak, edhe nisin të kërkojnë më shumë drejt, ata edhe i flakin nga puna dhe kështu vazhdojnë marrë një student të ri në hall edhe kështu vazhdon ky zinxhiri, ky cikli vicioz i shtypjes, i shtrydhjes dhe i shfrytëzimit. Dhe për këtë arsye unë mendoj se ti je kandidati i duhur për Bashkinë e Tiranës. Unë shoh shpesh kandidatët e tjerë, shoh Orgeta Manasiriun që flet në emër të fëmijëve tan. Çfarë fëmijësh mund flas? Fëmijët e Orgeta Manasiriut nuk i njoh, s'du t'i paragjykoj, nuk kanë lidhje fare me fëmijët e një qytetari të zakonshëm. Shkojnë në kurse private, shkojnë në shkolla private, shkojnë me pushime private, jetojnë në lagje private. Çfarë lidhje ka ajo me fëmijët e tjerëve? Kemi edhe kandidatin e opozitës që flet në emër të fëmijëve. Kur faktun edhe unë jam pak kritik ndaj këtyre njerëzve që flasin, sepse kemi nevojë për drejtësi edhe për trupat aktual, më shumë se sa për ata që po vinë, për m'ia u kalu stafetën brezave të tjerë. Brezat e tjerë do e kryejnë vetë betejën e tyre. Edhe unë mendoj se ti je kandidati i duhur edhe për ne që nuk kemi lind në Tiranë, për shkak qoftë për shkak të aktivitetit me studentët. Ti ke njoft studentët nga periferia që vinë nga qytetet e tjera. Je qoftë për shkak si pedagog, qoftë për shkak të aktivizmit, e di se çfarë edhe bëjnë ata, e di se me çfarë përballen ata. Qoftë me kritikën ndaj evazionit edhe me njohjen e çështjeve punëtore. Ti e din se si ky njeriu që vjen jashtë Tiranës, që nuk ka trashëgu avantazhe nga të tjerët, nga prindrit ose e din se si përballet me të. Kam përshtypjen se Ogerta edhe të tjerë as nuk ja kanë idenë fare, si është i 18 vjeçar, si 20 vjeçar, 25 vjeçar, 30 vjeçar, i cili ka ardhur nga i cepi i Shqipërisë dhe sot është në Tiranë. Nuk kanë pas as pikë kontakti me ta, pavarësisht se kanë drejtuar shtetin. Tani unë nuk e di çfarë bën Orgeta Manasiriu, se nuk e njoh aq mirë, domethënë. Para ajo që mua më ka skandalizuar gjithë këto vite është fakti që Edi Rama, për shembull, dihet botërisht që fëmia e tij bën një shkollë private, një nga shkollat më të shtrenjta në Tiranë, edhe ai nuk ndjen pikën e përgjegjësisë për këtë gjë. Pra njeriu i cili është përgjegjës për nivelin e arsimit në Shqipëri, njeriu i cili është përgjegjës për sigurinë shkolla, njeriu që është përgjegjës për cilësinë e mësimdhënies. Duhet t'jap shembullin. Ai zgjedh për fëmijën e vet një shkollë private. Pra shkolla publike është për gjithë të tjerët. Shkolla publike është për njerëzit sipas këndvështrimit të dorës dytë. Kështu është edhe spitali publik. Ndërkohë që paria, ata që janë bërë të rëndësishëm duke vjedhur, duke abuzuar, duke poshtruar, ata kanë shërbime të veçanta. Dhe kjo është vërtet papërgjegjshmëri e Ramës rreth parë. Ku diun, në shkollat publike në Shqipëri, ti e ke të vështirë që të parashikosh ditën
e fëmijëve tu, mbasi mbaron orari mësimi sepse nuk ka asnjë lloj aktiviteti. O do shkoj në një qendër kursesh, është një apartament, një dhomë kuzhinë ose dy dhomë kuzhinë, thjesht për të bërë detyrat, edhe për të ndetur ulur në karrige, ose do i shkojnë fëmijët tek gjyshërit, edhe do thjesht do shohin televizor. Pra nuk ka aktivitete të organizuara nga shkolla, brenda mjedisit shkollës ose jashtë mjedisit shkollës, për t'i motivuar më shumë fëmijët, që fëmijët bëjnë detyrat në shkollë, që fëmijët hanë një vakt ushqimi në shkollë, që fëmijët bëjnë kurse artistike, sportive në shkollë, që fëmijët kenë mundësi të luajnë në shkollë, që fëmijët shkojnë tek oborri i shkollës mbas mësimit ose edhe mbas dite për të luajtur me top. Këto nuk ekzistojnë. Nuk ekzistojnë aktivitetet sociale ose ekskursionet e mirëfillta. Po diskutonim para e disa ditësh me një antar në lëvizjes bashk të dy ne, edhe ai vërtet hodhi një propozim interesant, e tha, "Ore, kjo shkolla, tha, pse nuk i motivon dhe organizon zonë, si që të kryen ndonjë shërbim të vogël publik." Unë mbaj mend që kur kam qenë unë fëmijë, fëmijët organizoheshin për të lyer pemët me gëlqere. Pra, edhe diçka e tillë që i edukon fëmijët me sensin e qytetarisë, pra të bëjnë diçka konkrete që ka efekt në qytet, që rrit përgjegjësinë e tyre, kjo mungon tërësisht. Fëmijët sa bie zilja arratisen të gjithë, ku për të futur brenda? Për të futur brenda në një mjedis sigurisht mbyllur, pa kurfar kreativiteti dhe ku gjithçka nis dhe mbaron me PlayStationin, nis dhe mbaron me YouTube-in, nis dhe mbaron me celularin. Prandaj ta thash atë pak më herët, që shumë fëmijë sot me mendjen e tyre jetojnë në New York apo në Korenë e Jugut, nga do që vinë këta youtuberat, se sa në qytetin e tyre. Qyteti e tyre është thjesht një mjedis ku ata janë rastësisht, nuk arrin ta jetojnë qytetin, nuk arrin ta përjetojnë qytetin, nuk arrin që qyteti t'i motivojë. Ka ndërën edhe përveç tek fëmijët, unë jam pak kritik me thonë drejtën, se e thash edhe më parë, domethënë kur flitet gjithkohës 80% kohës për fëmijët, domethënë duhet me pas parasysh ata që s'kan. Po ata që s'kan se e thot Walter Benjamin, duke thot ç'a bojnë është pak revizionim kuptimin, kur ti në fakt duhet të shpaguash edhe vuajtjet e gjyshëve, e kalon gjithë muhabetin tek fëmijët. Po unë mendoj se duhet të hedhim sytë edhe nga gjyshërit. Ke njerëz vetmuar sot, ke pensionistë vetmuar, që nuk ka njëri që t'u jap një gotë ujë, në media po shohim për ditë, domethënë se si po i gjen policia mas i muaj, mas 2 muaj, mas 3 muaj, zhvdekur nëpër nuk keni shërbim social bashkiak me e ditë ku janë këta pensionistë vetmuar, ku jetojnë këta pensionistë vetmuar. Një shërbim bashkiak që të shkojë një herë në javë të paktën bashkiak të bjerë derën edhe t'ju thotë se ç'a nevoje, a jeni mirë, domethënë, a jeni gjallë në fund ditës. Edhe duket si ky qytet po i dhunon gjithë, po dhunon edhe fëmijën, po dhunon edhe plakun, domethënë, po dhunon, nuk e di, unë ta kam pasur si propozim që duhet me kriju i shërbim për kujdesje, për pensionistët. Jo shumë e drejtë. Çfarë ka ndodhur? Nuk kanë ascensore, nuk kanë absolutisht. Çfarë ka ndodhur? Me emigrimin masiv të rinjve ose njerëzve në moshë mesatare, prindrit, sidomos të moshuarit, kanë mbetur vetëm. Dhe kanë mbetur vetëm pjesa më e madhe e tyre në apartamente të kohës socializmit, pra apartamente ndërtuara 40-50 vite më parë ku nuk ka ashensor. Tani imagjinoni një pensionist 75 vjeç, madje 80 vjeç, që duhet ngjitet vetëm nëpër shkallë. Pra nuk ka asnjë projekt, po themi, urban të meremetimit të pallateve të vjetra për t'u dhënë mundësinë krijuar ashensora këtu në gjëra të natyre. E dyta, nuk ka një shërbim bashkiak që si thua ti bjerë derë, a keni ndonjë nevojë, ose a doni t'ju bëjmë pazarin. Pa të ketë në punës bashkiak që hapet një shërbim ku ti mund të regjistrohesh dhe vjen punojnë si bashkiak dhe të kryen disa shërbime për ty. Pra shërbime për pensionistët. Se imagjinoni pensionist që hype zbret shkallët, është gjëja më e mundimshme në botë. Po unë mbaj mend një pensioniste, nuk rron më, kur unë isha i ri, ishte i grua e vjetër, Sani e quaj, dhe shiva me çfarë mundimi ajo ngjiste shkallët. E kishte shtëpinë kat 5 dhe domethënë ishte tamam një dramë e përditshme, drama e kësaj gruaje të moshuar që të ngjiste shkallët. Dhe pse? Sepse nuk ka, më mirë, do thuash ti është solidariteti mes komshive, por shteti duhet ndërhyj aty ku nuk bën dot gjë qytetari, ose aty ku qytetarët ndoshta nuk janë mjaftueshëm solidar ose nuk janë mjaftueshëm të organizuar. Ne nuk mund t'i kërkojmë llogari njëri tjetrit për solidaritetin, ne duhet t'i kërkojmë llogari shtetit
se çfarë bën apo çfarë nuk bën. Dhe praktikisht shteti ka braktisur njerëz e moshuar. I ka braktisur në çështjen e pensioneve, pra pensionet janë skandaloze, i ka braktisur në termat e shërbimeve sociale. Ne bëm para 2 vjet e gjysmë një fushat fort, kërkuam abone falas për pensionistët. Erion Velia disa muaj më vonë na e vodhi iden dhe u tha pensionistëve që prej këtij momenti tuaj do u thoni pa lek, ama prapë i detyron pensionistët të presin radh çdo muaj për të marrë abonen. Dhe askush nuk i përgjigjet do të pyetet, pse mos u thosh ti vetëm me librezën e pensionit? Pse të mos u thosh me librezën e pensionit? Pse duhet të rish në radhë aty? Pse duhet të presësh në shi dhe në diell? Pse duhet të presësh nganjëherë me orë të tëra për të marrë abonen e pensionistit? Dhe këtyre pyetjeve kjo lloj qeverisje e korruptuar nuk di t'u jap përgjigje. Thjesht kanë punë tjera. Edhe po ta shohësh ky qytet folëm për fëmijët, folëm edhe për pensionistët, flasim edhe për punëtorët. Ky qytet është problem për njerëzit e punës. Ka ndërtuar qytet pa jetueshëm. Ti e ndalon makinën 1 minutë për të shkuar ke farmacia për të blerë një ilaç, edhe shef kur kthehesh, shef se të kanë vënë 20.000 lekë job. Kuptimin të kanë marrë ditën e punës Arlind. Realisht, se janë të pamëshirshëm në respektimin e rregullave, të kanë marrë ditën e punës. Për shembull, vje vera, nuk ke absolutisht për njerëzit e punës, nuk ke një vend ku njeriu mund të ketë qezëm, ku me pi ujë pa pare. Nuk ka më as nevojtore publike, nuk e di, një njeri që duhet me ndryshu 2-3 autobus për me ikë në vendin e punës, duhet të paguaj edhe për të futur në një kafene edhe për të shkuar në një nevojtore publike. Nuk ka absolutisht asnjë lloj gjoje. Timin je thjesht një hapësirë bosh, një shkretir super të kushtueshme ku funksionon ose me shpërblim ose me ndëshkime dhe duket sikur gjithë jemi, nuk ka më shumë rëndësi je, fëmia je, po ishe njeri i punës, klasë punëtore, klasë mesme, edhe jetove në Tiranë ke hëngër. Për ata që kanë parë, milionerët, trafikantët, korruptuarit, është një parajs në vete ku i gjen gjitha. Çështja e parkimeve vërtet shumë e rëndësishme. Këta që kanë ndërtuar këtë qytet kaotik, me ndërtim mbi ndërtim, pa ruajtur minimumin e distancave, pa llogaritur për asnjë moment densësi normale të popullsisë, këta që i kanë gjeshur qytetarët njëri mbas tjetrit, pastaj kur qytetari merr makinën dhe diku do e parkojë dhe nuk e parkon dot në hava, e mbysin me gjopa. Pra përgjegjësit e këtij kaosi, këta që kanë krijuar kushtet e këtij kaosi, të mbysin me gjopa kur ti e lë makinën natën te lagja. Sepse nuk e ke lë. Të marrin ditë e punës si thua ti. Po ta shohësh në parkime private, ti ke aty ditë e punës. Nganjëherë ja vlen më shumë paguash gjopën se sa të paguash parkimin privat. Dhe nuk ka asnjë zgjidhje. Bashkia nuk mendon as minimumin e lehtësimit të trafikut, e bërjes së transportit cilësor, në mënyrë që qytetari të jetë më pak i motivuar që ta marrë makinën personale. Nuk jep asnjë zgjidhje për parkingjet bashkiake që të jenë të lira dhe të përballueshme, dhe të mos të tarifojnë natën për shembull. Pra nuk ka asnjë zgjidhje, gjithë barra e përgjegjësisë, gjithçka që është si mundim do shkojë mbi shpinën e qytetarit. Aty që siç thua ti, po përdor një makinë thjesht, do duhet lërë çerekun e rrogës paku çdo muaj në për gjoba ose në për parkingje private, përveç se ha dynjan me trafik. Ti shiko statistika, shumica e qytetarëve të Tiranës mund të humbasin 2 orë më shumë në ditë vetëm nga trafiku. Ti çdo të thotë 2 orë të çuara dëm në trafik 8 orë është puna, edhe 2 orë a 3 orë udhëtimi nga puna në shtëpi, nga shtëpia në punë dhe u bën 11 orë. 11 orë, 8 orë do të detyrohesh, thjesht kur do e bësh jetën ti. Na vjedhin kohën, na vjedhin parat, na vjedhin hapësirën, na vjedhin shpresën që thua ti, edhe i ka lënë qytetarët tamam si zombi që vinë vërdall, e kryejnë aktivitete rutinë dhe nuk kanë mundësinë as të ndërrojnë më. Prandaj është shumë e rëndësishme kjo që po bëjmë fushata jonë, ide që po përcjellim për Tiranën, sepse ne duam rreth parë t'u japim qytetarëve shpresë. Dhe qytetarët do të kenë shpresë kur të na mendojnë ne lëvizjen bashkë në krye të punëve të qytetit. Pa jo thjesht kemi një rezultat më të mirë, jo thjesht projektojnë të ardhmen e tyre në suksesin ton të ardhshëm politik, por edhe ta mendojnë se kjo gjendje ka për ndryshuar shpejt. Versioni presim edhe 10 vjet. Derisa të futemi në BE, që s'ka për të ndryshuar asgjë dhe po futën në BE. Presim derisa ndodhi mrekullia e radhës, presim derisa të lindi shpëtimtari, këto janë thjesht të gopesh me lugën bosh, si janë si ato ilaçet që në fakt nuk janë ilaçe, por
ty duke sigur të ndryshoj gjendjen psikologjike në momentin e parë që i pi. Jo, Tirana dhe Shqipëria bashkë me të ka nevojë për zgjidhje të reja, të forta, të vërteta, dhe janë vërtet i lumtur që lëvizjen bashkë ne kemi 8 programin për ta realizuar këtë gjë. Nuk do të diskutojmë ende për programin tonë kuptimin e propozimeve, do kemi raste tjera ku do flasim gjëra gjatë për propozimet tona për Tiranën, ama për të ngritur shqetësime dhe për të dhënë një ide se një qytet tjetër është i mundshëm, një qytet i njerëzve, jo i betonit. Një qytet i qytetarit thjesht, i punëtorit, i sipërmarrësit, i klasës mesme, i profesionistit dhe është i mundshëm. Sot kemi vetëm qytetin e përbindshave. E përbindshave që janë oligarkë, e përbindshave që janë pushtetarë të korruptuar, e përbindshave që janë trafikantë që pastrojnë parat. Që ti shikon domethënë që udhtojnë me mjetet më luksoze, që jetojnë në një luks të shfrenuar. A thua se janë në fazën më dekadente të perandorisë romake. Si romakët atëherë, elita romake, oligarkia romake që dente në ushqime dhe pastaj vjelte që të kishte mundësi të hante prapë, ndërkohë që jashtë njerëz jetonin si mos më keq, ndërkohë që provincat paguanin taksa e njerëz pafundësisht që të konsumonte elita parazitare, oligarkia parazitare e Romës. Në disa aspekte, ky grup minoritar, jashtëzakonisht minoritar që na qeveris, ka edhe të gjithë dekadencën morale, jo vetëm politike dhe ekonomike, por edhe dekadencën morale. Janë njerëz tërësisht pamndjeshëm ndaj qytetarit, ndaj punëtorit. Unë kam vënë sa herë dëgjoj televizion njerëz të pushtetit dhe njerëz të parat, si e përçmojnë qytetarin e thjeshtë, si mendojnë që shqiptari nuk punon fort, pa pikën e turpit. Ose të rinë duke duan punën. Ne njohim pafundësisht të ri, shoqe shoqët tanë që u bie bretku duke punuar në sektorin e shërbimeve, duke stivosur mallrat në supermarkete, duke shitur akullore apo duke shërbyer bregdet. U bie bretku. Kanë lënë shkollën, e ka bërë shkollën gjysma, nuk kanë perspektivë dhe dëgjojnë pastaj një politikan apo një oligark që thonë shqiptarët nuk din punojnë, që thonë shqiptarët janë dembel. Dhe kush njerëz që si kanë thënë punës nuk i kanë thënë ditën e mirë prej dekadash. Dita e fundit kur mund të ketë punuar e Tirana ka qenë 30 ca vite më parë, ku mund të ketë bërë një punë produktive. Është kalb në pushtet, ka qenë nga viti 1998 që është në pushtet. Ose Sali Berisha ka qenë në vitin 1992 që është në pushtet. Se si të nejurat e tyre janë ngjitur mbas asaj karrikeje, që mnonim duket ka një shkrim që thotë për çdo tukofat atë që i zien janë kapur me duar e me këmbë mbas karrike, po ja preve duart e këmbë do kapen dhe me vëmë mbas karrike, do t'i presësh vetëm kokën se përndryshe nuk e lëshojnë karriken. Dhe nuk është se kanë përdorur karriken nga pushteti një ditë vetme për të mirën e qytetarëve. E kanë humbur komplet njerëzillëkun dhe në fund ditës që shia mbi tokë, pasi ti ke punuar, je lodhur, je shfrytzuar, të kanë vjedhur, të kanë marrë hapësirën publike, të kanë marrë të ardhmën e fëmijëve, i dëgjon në televizor që t'japin mend. I dëgjon Edi Rami që bën edukatorën e popullit. Dëgjon Edi Rami që jep mend se ku duhet hedhur mbeturina. Dëgjon Edi Rami që jep mend se nuk punojmë siç duhen, e duhet marrë punëtor nga Bangladeshi për të punuar në vend shqiptare, se shqiptarët me temek sipas Edi Ramës e kanë mendje për liri, demokracie, për fashateme. Ndërkohë shqiptarëve u bie bretku në Shqipëri, shqiptarëve u bie bretku në Perëndim, të vetme që s'u bie bretku janë patronazhistët e Ramës. Po, janë ca mira vetë Shqipëri o Klodi që nuk e din ku është vendi punës dhe marrin rrogën. Nuk e din, janë antar bordesh, janë funksionar publik, nuk e din ku është vendi punës dhe shohin në Google Maps. Ai thotë UKT-ja, u sjell kanalizim Tiranë. Ku është zyra ime thotë ai? Nuk e di. Po ti duhet shkoj ndonjëherë, do ta shohim Google Maps. Ama rrogën e merr në post, në UKT, tek OSHE-ja, në përzyrat shtetit, kudo merret parja kot nga këta mira patronazhist, ndërkohë që në profesione ku Tirana dhe Shqipëria ka shumë nevojë për mësues të rinj, për mjek të rinj, për infermier të rinj, për shërbëtor të vërtet shtetit, aty ka më pak të punësuar se ç'duhet. E ata që rrinë kot, ata që vjelin shtetin dhe popullin kot, për ata ka fronte pune, rroga shumë të mira, dieta, subvencione kreditore, gjithçka e para sa mbi tokë. Hajdut që jetojnë në kurrizë të tjera. Po edhe të shajmë këto ditë në Facebook. Okej. Në TikTok, domethënë janë e fundit ai, që është e fundit, se kur flasim për Tiranën, flasim vetëm për qytetin. Ose ajo çfarë po i bën oligarkia e qytetit. Ndërkohë Tirana nuk është qytet, Tirana janë edhe fshatra, është edhe periferia e vet. Edhe po të shkosh aq shumë harrezësh lënë Arlin,
pavarësisht se kryetari i bashkisë deputetët hedhin vetëm kështu rrillsa nga një ujvar, nga një agroturizëm, domethënë nga kodrat e bukura, thosë janë këta përgjegjës, pse kodrat janë bukura, jo miliona vite natyrë, domethënë edhe thosë kanë cilë edhe këta natyrën, e kanë cilë këta detin, e kanë cilë këta histori, apo si turist cinik, më shumë sa deputet, ndërkohë po të shkosh Arlind Shefni, i farë paparazia e frikshme, duhet se është në dy shekuj të ndryshme, nuk kam as shkolla të mirë, as transport urban të mirë, as qendra shëndetësore të mirë, orë s'ka as qendra fshati, që tu që shtetu a bëjë qendra fshati, që thuhet këtu është qendra e fshatit. Shkojnë këta feudalet, domethënë edhe u marrin vota me këto lidhje fisore, duke i kërcënu. Domethënë përmes sa duke isha angazhu përmes mënyrash të ndryshme, dhe sheh se fshatet e Tiranës janë totalisht pa urbanizuar, aty në pas dore, të harruara, në gjendje me njerëz të varfër, domethënë me njerëz që edhe kur përmes punës së vështirë dhe rropatis arrin të ndërtojnë i shtëpi të mirë, largohen edhe prej asaj shtëpie, ne kemi shumë anëtarë që na thonë që kam bo shtëpinë e re, domethënë në fshat aty ku ka pas shtëpinë baba im gjyshim, edhe janë detyruar për m'u largu, kam asetu Zaller, tash jetojnë Gamës, në kuptimin se fëmijët e mi nuk kanë shkollë, nuk kanë gjimnaz, nuk kanë absolutisht asnjë lloj të ardhme, asnjë lloj jete minimale, sociale dhe kulturore në atë vend. Kena pjesën e dytë ku oligarkët po ju turren në shatrave, para për duke i shpronsu ato banorë aty, duke u blet tokat përqindara për të ndërtu vila për pasminarë, se kanë shkatruar qytetin, tash mund të shkojnë në periferi, kanë shkatruar Lunejt, po i shkatrojnë jetesën banorëve aty me buroret, domethënë që po endosin totalisht ambientin, po krijojnë tërmeta artificiale që ja u dëmtojnë shtëpinë, që ju marrin burimet ujore, dhe kemi pas shpesh, jo vetëm në periferi, po edhe në fshatet e Tiranës si ua marrin burimet ujore. Pra fshati është keq për shkak mos harresës, është edhe keq për shkak të harresës, edhe keq për shkak të invazionit të oligarkisë edhe të pasunarëve mbi fshat. Po Tirana ka shumë fshatra, ka shumë njerëz punëtor, ka shumë potencial zhvillimor, jo vetëm agroturizëm, edhe ka shumë njerëz të mirë që shpesh i harrojnë gjithë domethënë. E vërtetë është. Fshatet e Tiranës kanë probleme të mëdha. Problemi i parë është infrastruktura, edhe uji i pishëm. Janë të panumërta raportimet e banorëve të fshatrave se uji nuk vjen përfryse fare, ose vjen shumë pak orë të ditës. Dhe i njëjti shtet që nuk sjell ujë në shtëpi, të vjen e dëgjobit, nëse ti hap një pus për t'i siguruar ujë familjes tënde. E dyti problemi i fshatrave është infrastruktura arsimore, qerpi, kopshte, shkolla. Shumica e banorëve aty janë detyruar që të shkojnë shumë larg për të shkolluar dhe edukuar fëmijët e tyre. Mirpo, ai, si thua, vargojtë e varësisë në përfshatra lidhen fort sidomos pas çështjeve që kanë bërë me pronën. Shumë fshatarë, megjithëse jetojnë tokat e tyre, nuk kanë të gjitha dokumentacionet e pronës, megjithëse kanë ndërtuar në tokën e tyre, i zvarrisin në procesin e legalizimit aq shumë, saqë këta që janë pushtet përfitojnë nga rasti që në çdo zgjedhje ta marrin me zor votën e banorëve të fshatrave, pikërisht sepse i mbajnë në të zgjedhjen e dokumentave, e pronësisë. Pra ti e ke atë tokë brez mbas brezi, pra ti ke ndërtuar shtëpinë tënde në tokën tënde. Dhe ky paloshtet nuk ta ka njohur kurrë këtë fakt, nuk ta ka njohur kurrë djersën mundit, sakrificën, dhe të mban zvarr për vite të tëra, nganjëherë për dekada të tëra, pikërisht do të bëj presion aty ditë e fundit të më japësh votën, ndryshe unë do ta prish avllin, do ta prish shtëpinë, do ta prish dhomën, do ta prish shatin. Më kupton? Pra është një sistem i tërë i ngritur për të krijuar dhe të forcuar marrëdhënie, le të quajmë neo-feudale, pa marrëdhënie të varësisë, ku ti nuk ndihesh i lirë. Dhe kjo është arsyeja pse hiq këto investimet që mund bëhen për ndonjë hidrocentral të vogël që u marr ujin, edhe aty fshatarët marrin guximin për dalë protestë. Në të gjitha rastet e tjera, banorët e fshatit janë vërtet shumë friksuar. Janë shumë friksuar sepse ndryshe nga qyteti i madh ku ti ke një farë anonimati, ku ti je pjesë e kolektivit gjerë, ku janë edhe sytë e media dhe të opinionit publik janë shumë fokusuar. Aty në fshatra, ligjin e bën patronazhisti, ligjin e bën gangsteri, ligjin e bën mafiozi lokal, ligjin e bën deputeti i zonës, ku
ku diun, vjerrja, xhaxhaja, vllai, deputeti apo i ministrit, pra tamam një lloj neofeudalizmi. Siç ka qenë dikur 100 apo më shumë vite më parë, kanë dominuar marrëdhëniet feudale në fshat, tashmë po rikrijohet. Shekulli 21 dhe janë rikrijuar marrëdhëniet të varësisë me këta personazhe, me këtë le të themi pari të pushtetshme dhe kriminale që i mbyt banorët e fshatrave, dhe që janë, si thua, sigurues të votës, sigurues kryesor të votës partisë së pushtetit. Mendoj se kemi për me folë më shumë, mendoj se mund ta trashim edhe gjuhën, madje kur po dëgjoj aty duke folë, domethënë për këta njerëz që janë vërtet neveritshëm, sepse këta po arrin deri në atë pikë sa duan me qenë sklavopronar mbi njerëzit e tyre, mbi fisin e tyre, mbi fqinjet e tyre, domethënë. Mbi njerëzit e tyre duan ta krijojnë këtë edhe vjete, po dëgjoja po vite me shara, me humb kontrollën si Duro dhe sot. për Tiranë mund plasim pa fund, mund të rrim edhe 3 ditë, po mendoj se kemi arrit minutazhin, do kemi edhe raste tjera. Flasim një herë tjetër pra për Tiranën, që më shumë për programin, për idetë tona, kur të afrohet që dita e zgjedhjeve, kjo ishte në tepër një përballje përjetimesh. Po. Si thanë, jemi dy breza të ndryshëm, kemi përjetuar një Tiranë të dy kohë të ndryshme, e shohim nga dy këndvështrime të ndryshme, ama takohemi tek nevoja për zgjidhje të reja. Pa pavarësisht përvojës tonë, historisë tonë, problemeve tona. Jemi besim plot se në të ardhmen do jetojmë në Tiranë të përbashkët. Shpresojmë shumë që nëpërmjet aktivizmit tonë, edhe nëpërmjet qytetarëve, mbështetjes qytetarëve, ne do arrijmë. Nuk mund të bësh politikë pa pasur një besim të madh te populli. Nganjëherë ka cinik që ta vënë ndryshim këtë gjë, që obligjen e totalin, e thot populli është armiku i vetes. Po unë besoj që nuk e ka kuptuar të vërtetën. Në vërtet, ata që janë viktima të padrejtësive, tek ata është potenciali më i madh i transformimit të gjës. Sigurisht, transformimi i madh ka nevojë për njerëz idealistë, ka nevojë për njerëz që sakrifikojnë, ka nevojë për njerëz që organizohen të parë, ama shtylla kurrizore çdo transformimi të madh është populli. Janë ata të pakënaqur, janë ata tek cilët flet kjo dritza, ose del përpara, ose flakëron kjo dritza e vogël e shpresës që ne kemi për detyrë ta intensifikojmë, ta përbashkojmë dhe sigurisht të krijojmë fuqi të mjaftueshme për të sjellë ndryshimet që të gjithë i duam. Me kaq e mbyllim, i falenderojmë gjithë anëtarët, simpatizantët, dashamirësit, qytetarët që na kanë ndjekur. Fushata ka nisë, domethënë pavarësisht se pushteti me këto lojrat dhe mekanizmat e veta në këtë mungesën totale të seriozitetit është fut një farë cirku ligjor dhe kushtetues, duhet me fillu punën që tani gjithë ne, domethënë edhe kjo bisedë ishte edhe në kuadër të zgjedhjeve për Bashkinë e Tiranës dhe mendoj se gjithë secili duhet ta bëjë detyrën e vet qytetar, sepse ne jemi një forcë politike që nuk besojmë vetëm këtë përfaqësimin, por mbi gjitha tek pjesëmarrja. Kuptimin edhe pjesëmarrja sa më e lartë edhe sa më e gjerë e njerëzve, agitacioni, domethënë folurit me tjerët, me njerëzit e tyre ngjashëm, me familjarët e tyre, do t'i bëj edhe këto idetë tona, jo vetëm shkojnë përpara, po me shpresë edhe vinë në jetë. O shkoha njeriu në jetë do të provojë edhe gjëra të tjera, ta ndrojë dorën, ta ndrojë si të shkët zakonin, edhe të shpresoj se çfarë mund bëhen edhe ndryshe, edhe mund të jetojmë një qytet ndryshe. Fillimisht Tiranë ndryshe, pastaj Shqipëri ndryshe. Kur s'ka qenë më e qartë ideja se transformimi social, politik, ekonomik për mirë i Shqipërisë, i Tiranës dhe i Shqipërisë, kalon nëpërmjet lëvizjes bashkë. Lëvizja bashkë gjithmonë ka qenë forca më serioze edhe më e denjë politike në Shqipëri, por ka përshtypjen si këto muajt e fundit, kur nuk ka pas kaq shumë njerëz që e kanë kuptuar, e pranojnë, madje e përhapin këtë ide. E shohim kudo, kjo më bën mua optimist, bën ty optimist, edhe optimizmi, besimi, besoj të çojë shumë përpara. Mirë, them ta mbyllim, se thamë po e mbyllim, por vazhdojmë duke folë gjysmore. Faleminderit.